A të ka ndonë të njerë që mi mbajt 2 takime në të njëjtën ditë, që të kam pëlqy 2 vajza? Po, e kum pas para 2 javë, 2 deta e kum pas një të ndi. Po, mëre, edhe e thëmë publikisht ato, edhe 2 atë në konë shumë të mira. Qka ndodhë, mu po më interesën, qka ndodhë kur vjen qaj momenti, kur shkymësh, nuk i më farko? Edhe në shymna me etapa. E ki një avë shymësh. Mas pari nuk bën... Generatat të reja që konsiderojnë dashuri. Jo, nuk divorcohesh mëre, po veç e pyte, njëri qa ka ndodhë me ty, edhe një partner... Do më thonë e shet qka. Po, ajo për që komunikam definitivist. Po, mas pari, one që e shok keq, kur ti shymësh, nuk kem pytjet e duhuna që të bohen. Nuk të pyt, për shembull, qka do me bu tash, ose qka leti më zbë kështë, po thot, mu po më dhimësh, po më vjen gjëna, leje, pushë, nashta je burnt out. Jo. E ceke që ki dojnë me 2 vajza në njëjtën ditë. Nëse njëra nga ato, e zemi që po të pëlqen shumë, a mendojnë që ishe konti okej nëse ajo, po njëjtë si ti kish dojnë me 2 me shkojnë në ditë në takem? Shumë është okej me dojnë. Normal që është okej. Se Leoni e litë po na folë për zjarin e dashni se di kush e ka thonë, blero jo. Kush e ka thonë, po e di që thuet, zjarri i dashnis ndizet me një shkëndi, por duhet mbajtur gjallë me nder, me respekt, edhe me përkushtim, se për ndryshe me të veç hini prapa. Kështu që kretë këto janë elemente që mbajnë gjallë dashurin, atë përgjithmonë dhe atë nëse funksionon. Se pa pas dashni edhe pa pas connect që po thojnë këta të rritë. E unë po thëmë nëse ke pas njetin, përgjithmonë prej fillimit, ki me investu tani që me majtë. Edhe kjo përgjithmonë është pak... Edhe situatat e fështira përgjithmonë gjithë shka është relative. Diskutoni, te kaloni bashkë se e shë vetën që ki me qenë përgjithmonë. Gura i filmi që është dhe notebook. Ti nuk dënë me hupë qatë njeri, ti dënë me majtë gjallë qatë përgjithmonë ku je nisë, që është qëllimi ku je nisë, edhe ti ki me investu në qatë. A më dhe pak edhe romanca e filmave pak, më falni që për ju thëmë, gjenerata pak më të vjetra, ju keni pas edhe këta filmat, për shembull është kjo me The Notebook, e preta i 7 vjetë, e marën shpine, krejt senet i bënë. Ma heq, na jetën film me këna bët Këtë dashuria Antigon ka qenë më e bukër se që është sot, apo jo? Ka pos ma pak stimulanta. Se cili po fletë ka pak pri kondit vetë, pa dalë edhe për asaj pjesës personale edhe profesionale të dy atë më ngërthuj bashkë, edhe unë besoj në dashuri edhe mendoj që kur të nisësh, duhesh me pas qëllime me qeni përjetësisht, para se me marrë ti vendimin, duhesh me pas mendjen e shnosh edhe zemrën e shnosh edhe me ditë që ky personi me cilin ti po lidhesh, a është i duri edhe ato pasigurit i kanë se cili para se me marrë vendimin, po duhesh pak me ndjek zemrën edhe pak me ndjek logjikën edhe me u fut me qatë qëllim. Nëse ke marrë një vendim parimisht me mendjet shnosh edhe me zemrët shnosh, ti e din ku je nis, e ki qëllim me rujt qatë martes, natyrisht krejt sfidat kimi te i kalu me përkushtim edhe me angazhim të 2 palve. Edhe s'ka, në asnjë moment nuk i len hapësir vetës me thonë... Po shumë po ndodhin që po ndohen tash. Me qito po nisen. Pas romans nuk është me thonën e po valla e kum do menën po martohen, të valla altan se pas na bo menën po do. Ma me ndoni për një... që hajtë se dona për një problem shumë të vogël minimal. Të më thënë, hajtë që kur gjë e ki opcionin në ndarjes me njerë, ju e sforconi vetën as pak me investu në qatë lidhje.